Tjetër aksident në vendin ku humbën jetën 2 shqiptare dytë plagosur në Kosovë. Një tjetër aksident i rëndë është regjistruar në autostradën Ibrahim Rugova, aty ku ditën e premte humbën jetën 2 shqiptare. Nga aksidenti i kësaj të shtunë mësohet se janë plagosur 2 persona. Zëdhënësi i policisë Kosovës Bajram Krasniqi tha se aksidenti ka ndodhur në orën 07:47 ku janë përfshirë 2 automjete. Policia ka nisur hetimet lidhur me ngjarjen, ndërsa ende nuk dihet gjendja shëndetësore të plagosurve. Policia në ora 07:47 është njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në autostradë kilometri 27 drejtimi Suarek-Duhël. Sipas policisë rrugore në aksident janë përfshirë 2 automjete dhe sipas së aksidentit 2 persona kanë pësuar lëndime. Policia është duke u marrë me procedurat në vendngjarje. Policia ka apeluar për kujdes të shtuar të drejtimit të mjetit të duke respektuar rregullat e trafikut dhe përshtatur shpejtësinë e kushteve atmosferike mjergullës dhe lagështisë në rrugë.